Një festë e lashtë e Myzeqes prej 8 vitesh është shndërruar në destinacion argëtimi dhe turizmi në Fier. Vendosur në Kodrat e Apollonisë, nata e parë nisi me një koncert të muzikës klasike për të vazhduar me mbrëmjen finale ku tradita e bujkut myzeqar demonstrohet me të gjitha dimensionet në qendër lëndën e parë të Bukës, Grurin. Eventi me panajire, parada dhe demonstrimet e mekanikës bujqësore shtrihet në një sipërfaqe prej 9 hektarësh dhe po vizitohet vit pas viti nga mijëra e qytetarë dhe turistë. Po, është edicioni 8 i festës së Grurit, është një nga festat më të mëdha tradicionale që organizon Bashkia e Fierit, por edhe në nivel kombëtar, i cilësuar një nga 5 festat më të mëdha në nivel kombëtar për sa i përket tipologjisë së festave tradicionale. Edhe këtë vit ne jemi munduar që të mbajmë atë që përbën thelbin e festës së Grurit, traditën dhe trashëgiminë bujqësore, duke shtuar edhe disa elemente të rinj për ta bërë më të dëshirueshme festën e Grurit në edicionin e 8 të saj. Ajo që përbën esencën e festës së Grurit është një ansambull i tërë trashëgimi folklorike që ka të bëjë me këngët, me vallet, me gatimet tradicionale, me ritualet, me traditën, me mënyrën e hedhjes dhe festimit të Grurit në lëm. Të gjitha këto ne i kemi sjell në festën e Grurit, duke e kombinuar me elemente bashkëkohore, interesante, ku mund të përmendim si një nga aktivitetet më të bukura, më atraktive, më të dashura të festës së Grurit, që është parada e kurorave, siç e quajmë ne, ose parada e vajzave, ku këtë radhë neve kemi gati 350 vajza të reja, të cilat janë të dekoruara, të tëra të stiluara enkas për festën e Grurit. Të gjitha kanë kuror me kallës Grurit dhe veshjen e tyre shumë karakteristike. Po këtë vit kemi pjesë të elementeve thelbësore të festës, është parada e autokombajnave, që është pjesë e mekanikës bujqësore, të gjithë kësaj veprimtarie bujqësore, e shoqëruar në fund fare kulmon me hedhjen e Grurit. Dritrat në rajonin e Myzeqes zënë sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore.